Kosova shënon sot 18 vjetorin e shpalljes së pavarësisë, edhe atë në një atmosferë të përzier mes festës dhe protestës. Më 17 shkurt të vitit 2008, Hashim Thaçi shpalli Kosovën shtet të pavarur, ndërsa sot ai ndodhet në paraburgim në Hag, i akuzuar për krime lufte dhe krime kundër njerëzimit, së bashku me Kadri Veselin, Jakub Krasniqin, Recep Selimin. Gjykata speciale e cila funksionon sipas ligjeve të Kosovës dhe ka seli në Holand, po heton krimet e pretenduara të pjesëtarëve të UÇK-s gjatë periudhës 1998 dhe 2000. Ky proces ka ndikuar shpesh në debatet politike dhe shoqërore në Kosovë. Përvjetori i Kosovës i pavarësisë së këtij shteti këtë vit po shënohet edhe si ditë feste për shtetin e ri, por edhe si ditë proteste për, siç thuhet, trajtimin e të akuzuarëve në Hag. Në këtë 17 shkurt jemi mbledhur këtu sepse historia na ka ftuar pikërisht në këtë vend. Këtu në këtë vend qëndron monumenti Newborn, shenja identifikuese e shtetit tonë, i cili dha kumtin e shumë pritur se Kosova ishte për shtet. Në këtë përvjetur do me thënës jemi në rrugën Luan Haradinaj, e cila mban emrin e një luftëtari të shquar, një heroi të ushtrisë shlirimtare. Një emër që na kujton se ky shtet u ndërtua nga guximi i atyre që zgjodhen të mos heshtin përballë padrejtësisë. Gjaku i tyre qëndron në themelet e shtetit tonë të pavarur e sovran. Në këtë ditë feste, nuk i mbyllim syt para padrejtësive. Disa nga drejtuesit e luftës së qlirimtare po vazhdojnë të mbahen në paraburgime të stërzjatura në Hag, në procese gjyqësore jo transparente dhe krejt të pashembullta për praktikat e drejtësisë ndërkombëtare. Ne besojmë në drejtësi, por nuk pranojmë ta revidojmë dhe rishkruajmë historinë. Lufta e UÇK-s ishte luftë e kulluar, qlirimtare dhe antikolonialiste. Një luftë drejt e një populli të okupuar e të shtypur në apartheid. Dhe kjo është një e vërtetë që nuk mund të ndryshohet asnjëherë nga askush dhe asgjë.